Po e marrë të drejtën me zhvesh prej profesionit, pak prej mantilit të bardhë, me që e përmende një shembull që them unë vdesin klientat, dhe di që është shumë njerëzore si ndjesi, por cila është ajo ndjesia, emocioni, gjendja të cilën si e përballoni ju kur pacientët, klientët, siç po thoni, ju vdesin? Realisht nuk ka person normal, domethënë që është i shëndosh mentalisht, që të futet në sallë dhe mos ketë dëshirë që puna të shkon më së miri të mundshëm. Dhe vazhdimisht i them edhe familjarëve që puna e secilit, jo e jemja, po secilit prej neve këtu që punojmë në sallë, është dëshirë më e madhe se sa juja që shkon gjithçka mirë. Sepse ju keni familjar, po nuk po varet pe juve, kurse unë kam pacient që jeta ti po varet pe me, kam edhe përgjegjësi. Dhe për këtë arsye kam dëshirë me shku 100.00 mirë gjithçka. Pra, mos me qenë suksesi madh që e kemi të shumica pacientëve, të cilët me punën që e bojmë ata sot jetojnë, edhe jetojnë të mirë, edhe jetojnë pa probleme, edhe jetojnë, pra i kemi largu për një vdekjet potencialisht të mundshme, atëherë në qoftë se i marrim vetëm dështime, sigurisht që nuk e kish bë kurkush këtë punë më. Ju keni në përduar edhe fëmijë, edhe tri, edhe vajza të reja, edhe po besoj ka në rast që ju kalon goxha gjatë pa gjumë, që e kishe veçu. Me fëmijë definitivisht nuk merrem se janë pediatër, po persona 3 ka shumë, normal që nuk ndihem as pak mirë, ka qenë në rast tash si jo shumë gjatë, ka qenë një ushtarak që ka qenë në ushtrime dhe ka psu një infarkt i cili ka ardhur, i cili përkundër trajtimit që e kena bërë me gjithë mundshëm me anesteziolog, me sa nuk kena mujt mja dalë, sigurisht që ka qenë një ndjenjë e keqe kur një person është komplet në jetë aktive dhe ai nuk mund me bëjë diçka më tjetër. Është me të vërtetë unë edhe kur kom pas kolegë tuaj mjek të nga emergjenca që një ndër pjesë më të vështira të punës tyne është edhe pjesa kur dalin me njoftu familjarët për që pacienti nuk ja doli. Edhe po besoj që nga ana njerëzore pak e kemi empati ndaj mantelbardhëve të kjo pjesë. Realisht unë e them që në qoftë se ish ndonjë kamerë që na kish pa vazhdimisht, sigurisht që do të jetë një opinion tjetër, sepse edhe na jem njerëz dhe ne ka bojmë, po orvatja që bëhet e stafit ndaj një keqësimi të gjendjes pacientëve, do të thotë e bojmë ata që gjithçka bëhet për maksimumi mundshme, nuk ka person që nuk ka emocion në një arrest kardiak kur ndodh. Po. Edhe është për të duar të rukitur që cila prej punëve t'juja, sepse pavarësisht që jo çdo rast shkon mirë, janë edhe disa kush beson në Zot e din që disa punë nuk munden me u bë ndryshe, prapë se prapë ajo që ka bëhet në klinikën tona nga mjekët tonë është për të vlerësuar me mundësitë, kapacitetet, ju e bëni maksimumin, kështu që faleminderit shumë që ndave edhe pjesë jashtë profesionit, sepse është zor me i hek pak prej mantelbardhëve këta, të cilët me shumë krenari. Kënaqësi gjithmonë ma kujtove një film të Nicole Kidman, se ka rolin si kardiokirurge, që bën maksimumin e mundshëm të një pacient edhe vdes, edhe pastaj del jashtë e pikëlluar dhe thot, po luftoj kundër Zotit ndoshta? Po. Do të thotë për këtë arsye jo gjithçka varet prej neve, sigurisht, çdo njeri ka fatin e vet, dhe ne sigurisht thash që suksesi i kardiologjisë invazive është shumë i madh dhe për këtë arsye na motivon vazhdimisht me punu, sepse në përgjithësi në krahasim me dështimet shumë a shumë kemi të arritura dhe kjo na bën krenar, krahasim me disa profesione që pa fajin e doktorit, po se suksesin e kanë mëmë, si matull, ta zojmë onkologët, të zojmë. Për këtë arsye do thotë ne jemi prapë me fat se shumë jeta shpëtojmë. Shumë jetë shpëtoni dhe ju jeni ajo farë qelë si kur fillon jeta e dytë për ta. Një ditëlindje tjetër, pa. Një ditëlindje tjetër. Doktor Altan, faleminderit shumë që patë mundësinë kohën me ardhe më përgjigj në gjitha pyetjet tona dhe shikuesve tonë. Kënaqësi gjithmonë me juve shkon koha shumë shpejt. Shumë shka diskutuar. Prandaj është familja jonë, se jemi si në shpek këto. Faleminderit shumë.